Një natë në studion e Petritit troket dera, por ai nuk do ta ftoj personin. Pasi sheh personin e paftuar që ka ardhur, nuk do që ta hap. Është Valbona, ish studentja e tij. Me syre ka një dialog të ashpër. Jam i zëmëruar, sepse studentja me e mirë e gjithë kurseve. Studentja me talentuar, doli zhgënjimi im më i madh. Niku u thon përsëri drejt qendrës. Por papritur, ai kthehet, shkon tek kishe dashura e tij, me të cilën zihet keqes. Jam qenë një dobët e donë. Kurse ajo me gjithë se është atje është ndryshe. Qëndron më lartë se ne. Të lutem shumë jo deri këtu. Prenoj gjithçka për te, po jo të më krahasosh me ato prostitutën, me ato labiren, që u jepet gjithë burrave. Një mbrëmje violeta ndahet përfundimisht në piktori. Ai tani mbetet vetëm. Bëj çfarë të duash këtu. Ha, pi, fli, langosu. Unë nuk duroj dot më. Vera ka shkuar në Greqi, në Athinë, ka gjetur adresën e mamis dhe e kërkon atë gjithandej. Më në fund e gjen. Ajo zbulon se fëmia është gjallë dhe është mirë nga një grua me emrin Teuta. Po ku ndodhet ajo tani? Po djali ku është? E di. Atëherë fol. Çfarë i ke bërë fëmijës tim? Unë e di që ti mendon se unë jam një... Fol, po të them. Vera më dëgjo. Në atë periudhë. Mojnën, po ti çfarë bën këtu? Të lutem mos hajde më në shkollë. Nën Kanoja një ditë shkon në shkollën e Mbesës. Ajo është e shqetësuar. Ashtu, ha? A që nuk e gjeta drejtoreshën, se do t'i kisha thënë ja dy fjalë. Hajde. Një natë më vonë, Perlati shkon në studion e Elmazit. Këtu vjen edhe Zyrakja, që e bën atë të shqetësohet shumë. Më falni, ju jeni klienti rastësishëm apo mik i fotografit? Lutem, shikoni punën tuaj. Si ju pëlqen t'ju thorasim? Zoti apo shoku Perlat? Të më falni, por hera e parë që ju shikoj. Ju njohun shumë mirë. Keni qenë hetuesi kushëriri tim. Ai në të vërtetë ishte dënuar për vjedhje, po ju si devotshëm që ishit, i rrasit edhe një 10 vjet agitacion dhe propagandë. Nuk më kujtohet. Po vjen. Ndërkohë, Valbona shkon në qendër të interesohet për shoqen e saj, Almën. Nuk është ajo. Mund të ulesh. Çka ka? Shko të një mjek të lutem, shpejt. Mbaj. Mos lëviz. Alo? Mos lëviz, vetëm dëgjo. Unë nuk jam ajo që kam qenë. Jeta ime ka marrë fund, tani unë jam Margarita. Më ndjek nga dohia e tij që më bëri të tillë. Ai ishte i tmerrshëm, po. Një natë, Zana shet të ëmën që përputhet me shoferin e saj.
Zana, shpirti... Bën edhe sigur flë, ë? Qo. Çfarë është kjo rëmuj këtu? Çfarë është kjo rëmuj, me ty po flas? Çfarë bën me vajzë? Ë? Gjithë ditën punoj për ty. Ma nxive. Çfarë bën? Ku e ke mendjen? Ku e ke? Tek shkolla ja ke bërë naftën. Ku e ke atë dreqëmendje? Ku e ke? Apo më shikon ato qelbësira aty në televizor që edhe mua më vjen turp t'i shoh. Hë? Më shikon dhe me natë, ë? Si erdhën punët kështu? Ai shikon punët e tia. Edhe unë do shikoj të mijat. Çançakiza, cigare, çakmak. Kemi edhe syze dielli zonë. Janë firmato. Faleminderit. Po merrni një palë zonë, juve ju shkojnë. Pastaj këto janë edhe të modës fundit. Duket se fola njërë djalosh. Hajde. Kemi edhe karta telefoni Dimal. Janë më të mirat në treg. Flet sa të duash e me kë duash. Unë nuk kam me këtë flasë. Asun. Mirë unë. Po ti? Histori e gjatë. Çfarë do të merrni zonë? Si të quaj? Kelin. Shkurt më thon Keli. Emër shumë i çuditshëm. Nuk e kisha dëgjuar kur. Po kush ta ka vënë, nëna apo babai? Asnjëri as tjetri. Nuk i kam njohur kur. Më vjen keq djalosh. Po atëre kush ta ka vënë emrin? Një mami. Ajo tani është në Greqi.
Nuk e di arsyen pse, por ajo bashkoi dy fjalë, ke dhe lindur. Me sa duket nuk më prisin, apo nuk deshën që unë të lindja. Ullu pak. Unë. Kam punë, zonë. Lodhem tër ditën e prap me zimën vetë diçka. Hajde, ullu se do të bledhe unë diçka. Ullu dhe bisedë. Sikur më përmendë Greqinë. Në aty jam rritur, në Athinë. Vërtet? Po, kam iqur picirin, shpirti im e di zonë. Po ju thash, është histori shumë e gjatë. Çfarë do të merrni? Do të merrni kartë? Merrni. Më jep një kartë telefonike Dimal. Merrni zonë. Është më e mira, mund të flasësh dhe nga e shtetit me Shqipërinë. Hajde mos më bëj reklam tani. Më dëgjoj mua, është më e mira në treg. Ndaj dhe unë e mora. Vëtra. Faleminderit zonë. Edhe për muhabetin. Hajde të vaftë mbardhja nësh. Mirë pafshim. Shumë cakiza, cigare, çakmak. Alo, Vera? Vera? Violeta jam. Dëgjoj Vera, më duket se kam zbuluar diçka. Takohemi dhe ta shpjegoj. Është fjala për djalin tënd. Për djalin pra që po kërkon. Kam takuar dikë krejt rastësisht. Është një djalë që shet rrugëve. Ai ka qenë në Greqi. Emrin ja ka vënë mamia që e ka pritur, pasi nuk i ka pasur prindrit. Të gjitha këto të dhëna përkojnë me atë që më ke thënë ti me kërkimin e djalit tënd. Dgjoj, mos u mërzit, se kam një kartë telefonike që flas sa të dua si të dua dhe nuk harxoj. Mos ki merak. Si e quajnë djalin? Kelind më tha se e quajnë. Mirë, Vera. Atëre takohemi dhe flasim më nga afër. Të pres, mirupafshim. E pe filmin mbrëm? Unë se pash. Ma punoj gjyshja. Po si ishte? Ishte i bukur? A granë pa hëmë të keqenë në. Se më bërë gjakun oj. Kur do të vish? E pa mirë. Gone, të keqenë në. Sikur nuk më dukesh mirë nga zëri. Mirë. Mirë je. E pa mirë. Mirë të bëfshë. Mirë. Mirë. Hajde. Hajde. Mirë arqë. Mirë arqë. Vera kur erdhe? Sapo. Do një lajm të gëzuar? Po ja, kam gjetur emrin e gruas që ka birësuar fëmijën. Pse nuk më thua që kjo është mrekulli? Shpresa, në qenë se ti punon në bashki, a mundet ajo nën punësja e gjendjes civile të kontrolloj gjithë listat e birësimeve, të uta e ka emrin ajo gruaja. Po kjo është merë pakta që mund të bëj për ty. Hajde tani se nxitoj. Do të ikim me Bertin Suedi. Do ta ndjej mungesën tënde. Hajde budallaqi, vetëm për pak ditë. Kur do të niseni? Në fund të javës. Berti ka ikur të marrë biletat e avionit, ndërsa unë po ikim parukeri. U lodhe. Goxha rrugë e gjatë, apo jo? Pse nuk shkon të hash diçka poshtë dhe pastaj të vish të çlodhesh këtu? Për 10 minuta ikin dritat. Nuk më hahet. Ta ka mbetur akoma mendjet ajo shoqja që i ra të fikët.
E di se shmua, unë kam nevojë të shtria. Si duash. Atëherë shihemi nesër, ha? Natën. Ore, do të më dëgjosh apo si e ke hallin? Ku e ke mendin? Ashtu. Fol. Luaj indiferentin. Si t'ja bëjnë fusin në dorë këtë kuçkën e vogël. Duhet të marrën vesh se ç'lidhje ka me verën. Kuptove? Ka ikur koha e përgjimeve dhe e komunizmit. Gabohesh. Tani, sa po ka filluar koha e përgjimeve dhe spionimeve, e dërshtohet më shumë. Sot ka filluar bota egër e paras. Asnjëherë nuk kam për të kuptuar të tërin. Më dukesh si abetare kinezen. Mëso kinesin atëre. Porcello. Engelar. Dhe njerë për Kobiashvili. Shikon këtë tipin mu? E njo mirë. Shkontingent i policisë. Do të marrën vesh pa tjetër se shëndodhë. Tani ti ngriu, paguaj dhe dil. Për të qosh i rrugës. Nëse unë të telefonoj, e jemi njerë. Paguaj pak? Po, më le. Faleminderit. Kennedy. Shumë të kalim të australianit mjaft mirë, por mund të tërësoj topin Engelar. Shtyrë Sebastian. Do të ta marrim pas në. Jashvili. Simi Gjorgjani në shtyllën e dytë është krejtësisht i gabuar. Zënjushi, ju lutem mos lëvizni dhe më jepni atë pakun që dha djali që. Çfarë pakun, në Terezit ja vë. Kush je ti njerë? Unë jam punonjës si policisë kriminale. Dhe këtu e keni gjithçka të dokumentuar. Më jepni pakun. Ende nuk është gati zëvendësimi, por se do t'i vi rradha dhe Çfarë doni ty jap? Ajo është një gjë personale. Zënjushi, mos kundërshtoni. Përkundrazi. Ne mund të gjejmë një lloj gjuhë. Po së pari, pakun. Da Silva kërkon skemën. Të lutem, mos më merr në qafë. Nuk kam bëj fare me këtë histori. Si ti fare se çfarë është aty. Thjesht më dhan për t'ia dhënë dikujt edhe. Nuk kam lidhje fare të betohet. Të më drejtën, në këtë periudhë jam dhe shumë ngushtë. Diçka. Të të dëshohet. Ndoshta ju nuk jeni lidhur drejt për drejt, vërtet. Nesër do të vini tek zyra ime patjetër. Marcello. Keni adresën e rrugës ku ndodhem.
Më shkoj që Po. Më falni, kush i ka këto punët? Iku, tani vjen. Miropafshi. Gafsh. Mirdita. Mirdita. Mos erdha në ndonjë orar të papërshtatshëm? Jo, urdhëron. Faleminderit. Ullu. Faleminderit. Bravo. Po mirë. Ke ndonjë profesion? Në fakt, jam vetëm me gjimnaz. Dhe një hobë, synim apo prirje. Në shkollë kam kënduar. Bile konkurova dhe të kethet, por nuk fitova. Një ditë kam parë me një grua simpatike, pak brune. Ç'të lidhet ty me te? Asgjë nuk më lidh. Ajo më kërkoi një adresë. Çfarë adrese? Adresën e një komshies time që për momentin nuk ndodhet këtu, është në Greqi. Ja dhe? Jo, nuk ja dherë sepse nuk e kisha, por e çova tek Rukia dhe ajo i dha një numër telefoni. Kush është kjo Rukia? Një komshia ime që punon parukierë. Gruaja që ju jeni takuar është pronare një televizioni privat dhe mund të bënte diçka për ty. Në fakt, unë atje nuk mund të shkoj dot. Të pyeta pse nuk shkon? Sepse bashkëpronar është një djalë që unë kam pasur lidhje. Këtë zërf do t'ja japësh pronares së firmës Bleta. Dhe ajo do të nxjerrë nga skamja një herë për gjithmonë. Vetëm se po fillove, do më bindesh vetëm mua. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Konstruktorët tonë se së shpejtim kanë tjerë do të vinë edhe makineri të reja për hapjen e tuneleve malore. Vazhdoj me lajme të tjera. Sipas zëdhënësit të Ministrisë së Rendit, policia sot ka kapur një makinë që udhëtonte për në Maqedoni. Në makinë u gjet një sasi e madhe heroine.
Mendohet se transportuesit janë pjesë e një rrjeti të rrezikshëm trafikantësh, të cilët kanë baza edhe në Itali. Dy prej tyre janë ndër më të kërkuarit. Veç trafiku të hashashit, njëri prej tyre është kampoja i trafikimit të vajzave të reja dhe i disa krimeve të tjera të rënda. Megjithse policia është në kërkim të vazhdueshëm, akoma nuk ka mundur ta kapë atë. Mendohet se ai mbrohet nga qarqe të caktuara politike dhe biznesmen të fuqishëm. Deri tani ka shpëtuar edhe sepse kalon shpesh kufit me pasaporta falco, të fabrikuara nga specialist profesionist. Pas këtij lajmi të shohim një kronik nga Tirana. Sipas kronikës së dhënë nga korespondentët tanë, tani po shtrohet segmenti i parë i rrugës dhe po vazhdon të marrë segmentet e tjera. Ma! Ku është nëna? Ka kaluar tërë natën në balkon. Babi nuk është kthyer ende. Kemi udhëtuar një natë të tërë. Bindeshi vazhdimisht. Kishte edhe bubullima shumë të mëdha. Ato më tremnin më shumë se me shiun isha mësuar. Kur kaluam kufirin, u futëm në një plevic për të thare për të fshehur. Pastaj ditës tjetër e xhaxhaj. Cili xhaxha? Xhaxha im. Pse ke xhaxhati? Po, edhe një hall. Po ti sikur më the që je krejt i vetëm në këtë botë. Tani s'kam, por kisha. Ai vdiq aty në punë, si të gjithë ata që vdesin në kubet. Aksident. Po halla? Halla është në Amerikë. Nuk e kam parë kur. As ajo mua. Zëre se nuk e kam. E që më ngritja mendjen. Kelin, nesër më sill një nga ato kartat e tua telefonike dina. Unë jam pa njeri. Ti më duket i gjetet të tut. I mbak edhe në përgjep, a? Sigurisht, me se do ushqehem. Na, mere. Faleminderit. Urdhrove, si? Faleminderit. Ti. Ka trova edhe Vera. Ajo shpresonte. Por gjërat nuk janë siç duam ne. Mendova se do ta ndihmoj. Duhet i telefonoj prapë. Po ky djalë po më hyr në zemër. Është kaq i mirë, i pafajshëm. Alo, Vera. Violeta jam prap. Vera, më fal shpirti. Më fal, po nuk ishte gjaj mua vet. Më fal se të ngrita dhe mendjen, po. Çfarë të bëj? Hajt, mirë pafshim, gjithë mirë, mirë pafshim.
Po ju? Jam sekretarja juaj. Po Mirela ku vajti? Në kabinetin e ministrit. E po, me kratë letë. Faleminderit. Mirdita, nën. Mirdita. Erdi agroni? Ja, duke ardhur. Po, vajza. Maj po, nuk e di është mbyllur në dhomën e saj, ma tanë, se qka, ku e di unë e shkreta. Është zemëruar me mua, ka katranosur ndoj not në shkolla, ku e di unë e varë. Ha, ishte ta. Duket se është zëmëruar keq me ty. Po, me mua le të zëmërohet, më vonë do të më falenderoj, po. Moj nën, duhet ta kuptosh se vajza është e rritur tashmë, ka personalitetin e saj. Dje i vajte në shkollë për përparsen. Në mbrëmje i hoqë antenën e televizorit, kur erdhi nga diskoja e bëre për 1 lek. Nga punë dhe shtëpis nuk e ndan, a e kupton se do të na smuret vajza. E po nga puna nuk e gjen ma i vej, as ka të kërkuarit e sapit. Më falë nën, por po më detyron të them diçka që nuk ta kam thënë ndonjëherë. Je bërë e padurueshme. Si themaj. Çfarë ka ndodhur? Ja, më hiqi, qasja azis ka ndodhur. Nuk ka ndodhur gjë. Ty që të ka ndodhur, more birë, se nuk të shoh mirë nga qerej. U të shveshën nga policia. Si, more. Alo, Violeta, të lutem ktheu. I kam braktisur të gjitha, vetëm ti ktheu, të lutem. Po nuk ka rëndësi veprat, të lutem. S'mund ta përballoj dot më. Kanë ardhur kohë të tjera, secili sipas interesit të vet. Të kujdesen për veten. Kjo është e para gjë që duhet të bëj. Pastaj vijnë të tjerat. Nuk di si të falenderoj. Ju më bëtë shumë të lumtur, vërtet. Si të priti zërënës ministre? Shumë mirë. Kush ka bukur, është bukur. Rukirja Lagjës. Rukia. Atje takova Verën me një shoqen e saj. Ato po nxitoni, edhe unë lash Ramën. Vera është një grua e mrekullueshme, shpirtëri.
Erdhi shumë keq për të kur mora vesh se po kërkonte fëmia në humbur. Si the? Vera me fëmijë? Por Rukia e pyeti pse donte adresën e mamisë dhe ajo i tregoi historinë. Pastaj e pyeti mos njihte ndonjë grua me emrin Teuta. E pash Rukian që u përtyp edhe diçka i fsheu. E di çfarë do bëj? Do shkoj nesër ta ngacmoj mbas e marr vesh në një gjë. Të them të drejtën, më vjen shumë keq për Verën. Jo, ti mos u ngatro me këtë punë. Bëre mirë që ma the mua. Faleminderit. Asgjë mund të lesh. Mirdita, mirë jeni? Mirë. Unë kam nevojë për një vizitë tek doktori. O sot, mundesh të komunikosh me të dhe... Alo, doktor, është një paciente, po pret për të bërë një vizitë. Mund të jap një kartel? Urdhëroni, ulën. Faleminderit. Shëndet. Të shkuar. Ulën ju lutem. Doktor, më falni, por unë nuk di nga t'ja filloj. Flisni hapur, gjithçka do të ngelet midis nesh. E kam një hall, doktor. Unë e di që kjo nuk lidhet me profesionin tuaj, por mua më duket se ka lidhje të ngushtë me lehtësimin tim. Unë kam një dhimbje të vazhdueshme koke, doktor. Dhe më rekomanduan për të bërë një vizitë këtu tek ju tek sytë se ndoshta ka lidhje me këtë. Unë kam shumë vite që mbaj syze, bile të them të drejtën, nuk mbaj mend se kur i kam vendosur ato për herë të parë. Mos ndoshta është rritur numri i tyre. Edhe mundet, po kjo kuptohet fare lehtë. Mjafton një vizitë dhe gjithçka do të caktohet. Doktor, unë kam dëgjuar diçka tjetër për klinikën tuaj. Mund të më ikni fare syzet? Dua të ndryshoj luk, të ndryshoj pamje. Të them të drejtën, doktor, dua të ndihem disi ndryshe. Tani e kuptova qartë. Pra ju doni të bëni një operacion për të hequr syzet, doni të shikoni pa syze. Pikërisht. Këtu tek ne kjo bëhet me sukses dhe me siguri të plotë. Dhe ju vetë do të shikoni se sa e thjeshtë është, por fillimisht duhet bërë një vizitë e hollësishme për të kuptuar nëse ju mund të operoheni ose jo. Dakord. Ju lutem. Profesor, përshëndetje. Sot kam ardhur pa policë. Mora lekët e para dhe mendova t'ju bëja një dhuratë modeste. Si keni qenë? Violeta mirë? Ka ikur. Ku ka ikur? Në Zvicër. Në Zvicër. Të tërheq çekun. Je për të pasur. Nëse unë ju shqetësoj, më largohem. Nuk jam zyrë pritje. Më thuaj pse ke ardhur. Ta marrë një cigaretë? Jo.
Fol çfarë ke? Unë kam filluar një punë që nuk më pëlqen. Pse ri akoma në Tiranë? Këtu humbet si gjilpëra në kasht. Rrit forca. Shkon në shtëpi, kërkoj falje të prindërve. S'mundem për këtë. Pse ke ardhur atëherë? Sepse atje nuk rria dot. Këtu më bante një shpresë. Çfarë shpresë? Jo. Unë? Shikoni drejt. Mundoheni të hapni pak syrin. Okej, mund ta tërhiqni dorën. Afroni edhe te ky aparati tjetër. Ti më ke përkrahur në gjithçka. Të lutem, bëj edhe tani. Fol qartë çfarë do prej me. Të punoj me jo. E pa mundur. Koha është shumë e vyer për ty, unë e di. Për çdo krijues është. Dhe për këtë mund ndihmoj. As mos e çon në mend këtë gjë. Jam e gatshme të bëj edhe punë të rëndomta, më kupton? Por nuk kam nevojë më. Sepse unë jam i pasur. Do të kem një sallon të madh plot dritë ku do të ekspozoj punët e mia, të kolegëve të mi. Do të hap një klasë për studentë të rinj. E mund të jem kjo studentja jote e re, e shkëlqyer. Do më japësh ide, skica, ngjyra, drejtie dhe do përfundoj gjithçka. Kurrën e kurrës. Po pse, profesor? Sepse ti nuk mund të bëhesh kurrë më krijuese. Ti mund të bëhesh stewardess. Top modele, mis, por krijuese kurrë, sepse krijimi është një shkëndij hyjnore. Edhe po e le të shuhet. Ai nuk ndiset më. Edhe me këto duar. Me këto duar që nuk ke mbajtur kur penel, por ke larë enët. Nuk mund të bëhesh kur piktore. Që studioj atje mua më është dashur punoj, kjo është e vërtet. Por unë pikturën se kam lënë ndonjëherë. Të lutem Valbona. Të lutem mos më lër të them atë që nuk më mban goja. Çfarë? Që sa herë më thrisnin hetusi, më thoshin emrin tënd. Emrin tim? Po, ata e dinin ku ishe, ku ti shërbeje. Edhe më bën impresion me një fotografi timen që e kishin gjetur mes librave të tu. Nga e dinin këtë? Nga shoqja jote e konviktit, nga shoqja jote e dhomës. Edhe ajo deponoi që ne të dy... Ka gënjyer, e kupton këtë? Po, edhe mua më shtua një akuz tjetër edhe disa vite të tjera internim. Elbona, tani që more vesh të gjitha, a mund të më lësh të qetë? Ha? Profesori, ka tekur. Të gjithë trupi ju tespa, shpirti ju rronë. Ndërsa mua më ka vdekur shpirti edhe trupi më zvaritet si fantazm.
Violeta takon shitsin e vogël ambulant. Çfarë ke psuar? Ai është rrahur. Ca të droguar. Pse ajo interesohet për të? U thash që s'kam, që nuk jam si ata, por nuk më besuan. Më ranë dhe më vëllën tërmallën. Si të kanë bërë? Ju e dini çfarë është frustracioni, pengesa që has Mes dy shoqeve të ngushta, shkëmbehen mesazhe në orën e mësimit. Çfarë i kërkon Zana fluturës? Dhe teoria e fundit është teoria që e shpjegon agresivitetin si proces edukimi. Nuk vi dot. Psikologët kanë arritur në përfundimi. Keni të drejtë. Më quajnë Dritan. Pse ka ardhur? Hajto? Dritani takohet me Petritin. Pse vjen ai në studion e tij? Me mua do ta keni vështirë. Për sa kohë të keni të tillë njerëz në Ministrinë e Kulturës që ju dham shpirti për artin, vështirë do ta keni. A pse ju dyshoni për këtë? Tek unë erdhi ajo. Elmazi vjen në zyrën e Perlatit. Zyraj. Edhe? Një mëngjes, flutura vjen në shtëpinë e Zanës. Askush nuk përgjigjet. Çka ndodhur vallë? Zana! Tek Valbona që punon në rrugë, vjen një vajzë e vogël. Kush është ajo? Tashmë Vera është e shqetësuar, sepse nuk po bie në gjurmët e djalit të humbur. A do të gjendet ndonjëherë ai? Nuk gjeti një grua me emrin Teuta. Një natë, Alma del fshehurazi nga qendra e reabilitimit. Ku po shkon ajo? Ndiqni serinë e 7 të filmit Dhimbja e dashurisë.